Gjykata posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Dashnor Dumanin, vëllain e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nuredin Dumani. Sipas dosjes së SPAK, Dumani akuzohet si një nga autorët e përfshirë në masakren me 3 viktima në Bradashesht e Elbasanit, ku mbeti i vrarë vëllai dhe xhaxhai Erion Alibejt, si dhe miku i tyre një shtetas turk. 40 vjeçari gjithashtu dyshohet se ka qenë pjesë e grupit të grabitjes së 9 prillit të vitit 2019 brenda pistës së aeroportit të Rinasit, ngjarje në të cilën u vra Admir Morataj. Kjo grabitje çoi në përçarjen e grupit në muajt dhe vitet në vijim për shkak të ndarjes së parave, duke sjellë disa vrasje të tjera. Ndërkohë për armi stafen, masa e sigurisë është ndryshuar nga arrest në burg në arrest në shtëpi. Sipas SPAK ai dyshohet për pastrim parash përmes shitblerjes së automjeteve në funksion të organizatës kriminale të vëllezërve Hajdar dhe Franc Çopja. Dashnor Dumani dhe Erni Stafa u ekstraduan para pak ditësh me masat e forta sigurie nga Emiratet e Bashkuara në Shqipëri në mënyrë që të përballen me drejtësinë. Nuk dihet nëse Dashnor Dumani do të tregohet bashkëpunues si vëllai i tij në mënyrë që të marrë statusin e të penduarit, por në vijim ai do të merret në pyetje nga prokurorit e SPAK dhe dëshmia e tij pritet që të hedhë dritë mbi vrasje dhe krime të tjera të rënda.